pyesha, cilët janë përbërësit më të zakonshëm që gjenden në kremrat e diellit dhe plazhit? Zakonisht Nga ta kap ashtu. po pra, tani normalisht kremat e plazhit kanë vite që përdoren. Normal. Për të një farë për të mbrojtur trupin nga UV-ja dhe UVB-ja që janë dy rrezikime kryesore që janë të rrezikshme për kancerin e lëkurës. Janë 16 përbërës në kremrat e plazhit, por nga këto 16 vetëm 2 quhen të shëndetshme ose janë, me thënë janë nuk janë të rrezikuara, nuk janë të rrezikshme për kancer ose për efekte të tjera negative në organizëm. Ta s'po ngjojmë, sa po shohim. Po pra, patjetër. Siç është oksidi i zinkut dhe titaniumi dioksidi. Këto të dyja nga FDA-ja të paktën para disa vitesh në 2019 kanë dalë vetëm që janë të parezikuara. Pse janë të parezikuara? Pse nuk e rrezikojnë këto? Sepse nuk përthithen. Dhe gjitha ato të tjerat, siç mund të jetë oksibenzoati, siç mund të jetë ftalatet, që gjenden në shumë kremra, nuk janë të studiuara aq mirë në kohë afatgjatë për të dhënë një përgjigje që nuk kanë efekte negative dhe në vetë qelizën e njeriut. Dhe ky është problemi kryesor. Prandaj është pak pyetje jo shumë e thjeshtë për të përgjigjur sepse nuk ka studime afatgjata të përdorimit kronik të këtyre preparateve, sidomos tek fëmijët, sepse ne shohim që sa më i lartë që jetë përqindja e SPF-s, aq preparate që kanë efekte negative në organizëm janë. Ashtu, Patjetër, sepse nëse marrim nga ana një preparat biologjik, për shembull, deri në 15 e kemi SPF nga ana natyrale, që mund të jetë vaj kokosit, mund të jetë uji i orizit, mund të jetë uji i trëndafilit, që ka bërë Zoti në një farë mënyrë. Qartë. Janë, me thënë, të krijuar në mënyrë natyrale. Nëse ne duam të rrisim SPF-n, do fusim minerale, siç mund të jetë zinku, siç është alumini, janë këto benzoatet, por këto nuk janë të studiuara dhe nuk e dim se sa përqind ato arrin të përthithen në lëkurë. Mund të mos i bëj keq një, po 3 tjerëve po. Domethënë, ka të bëjë dhe me sasinë e futjes në organizëm. Të gjitha këto produktet e tjera që unë thash kanë aftësi që të ndikojnë dhe në anën endokrine. Domethënë, të japin çrregullime hormonale tek pacientët, e cila nëse fillon që në moshë të vogël, tregon që do kemi një pacient me uljet ose çrregullime hormonale, pra mos zhvillim seksual të dur, me një obezitet. Po patjetër, sepse në momentin që ne kemi çrregullime hormonale, pra endokrine, detyrimisht do kemi zhvillime në vazhdimsi në rritjen e vet seksuale, në prediabet, në obezitet. Nuk ka rëndësi domethënë mashkull apo femër qoftë? Jo, nuk ka rëndësi, sepse normalisht njerëzit kështu funksionojnë. Domethënë ky është ajo miti i kremrave të plazhit që nuk e thon shumë mjek dermatolog. Po se është biznes, e ke parë. Është biznes patjetër, por dhe nuk ka studime afatgjata. Dhe një problem tjetër është që studimet nuk janë të bëra në natyrë, janë të bëra gjithmonë në laborator. Dhe kur flasim për studime të bëra në laborator, ne nuk kemi kushte perfekte të rezatimeve, të cilat variojnë, nuk janë ideale. Një efekt tjetër negativ sipas studimeve, që presupozoj disa studime thon po ose kundra, është mos përthithja e vitaminës D. Në momentin që ne përdorim kremra, mund të riskojmë që të mos përthithet vitamina D, sepse dihet që vitamina D ka aftësinë që dielli nëpërmjet një enzime të caktuar në lëkurë, duke u lidhur krijon principin e parë të vitaminës D, e cila siç jemi rrit ne më. Patjetër, e cila pastaj nëpërmjet funksionit renal dhe një funksion hepatik normal jep formën aktive të veprimit të saj. Por kur themi sot për që ne flasim për shembull, ne jemi një popullat me deficiencë të vitaminës D. Si ka mundësi ne kemi gjithë ditë me diell? Sepse në radhë të parë ka të bëj ekspozimi 1, ka të bëj përdorimi kremrave 2, ushqimi 3 dhe sëmundjet renale 4. Sepse ka pacientë të cilët mund të kenë probleme renale të pa trajtuara. Çfarë janë problemet renale? Të veshkave. Të veshkave, Domethënë veshkat janë një faktor kryesor kyç që shumë pak mjekët e thonë, të cilët ndikojnë direkt në mos rritjen e vitaminës D në organizm. Se veshka është ajo që çon vitaminën D në formën aktive të saj. Shumë pak mjekët e thonë apo shumë pak mjekët e dinë? Tash për ta ditur që e din, po. E di se është problemi doktoresha, domethënë brezi jon të paktën ju dini mirë që edhe imi gjithashtu. Po, brezi ynë le të themi, të gjitha këto fjalët SPF,
PHD, që janë të kështu përblidheshin në fjalën e bukur shqipe kos. Mos e kemi ditë fare në këto. Unë jam vlonjate për shembull. Jo, përblidheshin në fjalën e bukur shqipe kos. Po, pra. Glajtaj. Ose maksimumi ja krem shëndetit, çka pasi një dikur. Ka dalë si mod kjo, e di pse them të sepse asnjë nga njerëzit që përdorin kremra nuk shkon të vizitoj minimalisht lëkurën. Pra, po priren nga njëra tjetra, për shembull, filani te filan vend e ka shumë të mirë. Më bëri mua qiqe shumë mirë. Ose filani përdor djalit, jo, e përdor ashtu, kujdes, është djali, i përdor kështu. Pra, filtr kështu. Pra, gjithçka thuhet sipas të thonave. Dhe askush nuk shkon të studioj. Pra, si kam lëkurën unë se ke ti. Patjetër, ka dhe një gjë tjetër që duhet të flasim. Domethënë, ka dhe reklama bën vetë. Unë deri tani fola vetëm për efekte negative. Por kremrat që duhen. Patjetër që duhen, sepse është melanoma që është nga kanceret më të rrezikshëm të lëkurës, e cila një nishan që mund të duket shumë i pafajshëm në duke, mund të sjellë edhe vdekjen tek një pacient. Kështu që patjetër melanoma është shumë agresive. Kështu që detyrimisht një pacient i cili ka një nishan që mund ta ketë që në lindje ose që kanë pasur ndryshime, domethënë nuk mund të them unë në mënyrë kategorike që kremat janë negative. Nuk e them dot të gjë. Ndërsa në lidhje me atë që the, është shumë po që ka këto rrisje. Ka një gjë, është balans. Është balans. Po balans ta marrësh, unë s'di, s'marr me rrisja. Unë do të sugjeroja diçka që ta bëjmë më të kuptueshme për opinionin publik. Do të ishte më mirë që ekspozimi në rrezet e diellit ishte nga ora 7 deri në ora 11. Dhe nga ora 5 deri në ora 8. Pra, që nga ora 11 deri në ora 5 janë rrezet më të rrezikshme. Sipas studimeve, Oxfordi ka bërë një 250 review në lidhje me këtë temë. Sepse njerëzit mendojnë që duke u lyer me SPF dhe me 50 dhe 80 dhe 100, ne jemi të mbrojtur 100% nga rrezatimi ultraviolet. Por është parë në këto 240 review, 240 studime, që është rritur më shumë kanceri i lëkurës, edhe pse ti lyesh. Pra, ne duhet të gjejmë të mesme të artë, mund ta them. Ka një problem që pra nuk mund të mbrohemi 100% edhe nga SPF-ja në këtë orar kaq të keq. Je duke folur për një brez që zgjohet në orën 11. E kuptoj, por ndërsa në lidhje me kur është i nevojshëm kremi, unë për shembull në rastet kur bëj procedura siç është mezoterapia për lëkurën ose mikrogjilpërat me radiofrekuencë ose kur ti përdor një peeling, patjetër është i detyruar ose në CO2, mjeku është i detyruar ta rekomandoj. Në një pacient që ka albinizëm për shembull, që ka një lëkurë të bardhë, pra varet nga individi çdo gjë dhe mënyra e përshkrimit të kremit. Tu prirën, më tha njëra, më tha filania, më tha kështu, më tha ashtu. Unë personalisht kam 10 vjet që nuk përdor krem plazhi. Po si delti? Të thash, unë përdor kohën 7 me 10 dhe që nga ora 10 dhe në 5 nuk ekspozohem. Që është një orar që nuk ka nevojë të lyesh? Jo, nuk ka nevojë që të lyesh, biles është një orar shumë i mirë për marrjen e vitaminës D. Dhe një gjë tjetër që doja të thosha, ne mbajmë syze. Po. Mbajtja e syzeve ndikon shumë negativisht në uljen e prodhimit të melaninës. E cila po ka sepse syri jonë është pjesë e trurit në farë mënyre. Po. Dhe është pikërisht janë ato pigmente që ndodhen në sy, të cilat ndikojnë në prodhimin e melaninës, tek jep trurit sinjal që të prodhojë melaninën. Dhe kur ne mbajmë syze, ne nuk japim asnjë lloj sinjali trurit që të prodhojë melaninën për të mbrojtur trupin nga rrezet UVA dhe UVB. Dhe detyrimisht ne diqemi. Pra, janë shumë gjëra në lojë, por është edhe mënyra e sasitë që ne vëmë te kremi. Koha e përdorimit të kremit, sa herë duhet të lyhemi. Janë shumë faktorë që ndikojnë.